Përfaqësuesit serb në bisedimet e Rambujës ishin shokuar nga propozimet që kishin marrë prej grupit të kontaktit për ndaljen e luftës në Kosovë dhe zgjidhjen e situatës këtu, në shkurt të vitit 1999. Atyre u ishte thënë që nëse e pranojnë marrëveshjen, në Kosovë pritet të futen vetëm 28.000 ushtarë të NATO-s. Në fakt, kishte një farë besimi minimal te organizatorët e konferencës se edhe Beogradi mund të thotë po, pasi e kishin krijuar një bindje se shqiptarët megjithatë nuk do ta refuzojnë akordin. Por Serbia, nëpërmjet presidentit të saj, Milan Milutinović, refuzoi të pajtohej. Qëndrimin e saj e bëri të ditur një ditë pasi përfundoi faza e parë e konferencës në Rambuje. Në qendër të kundërshtimeve serbe ndaj kornizës së grupit të kontaktit, ishte vendosja e trupave të NATO-s në Kosovë për të zbatuar armëpushimin, edhe nëse ato do të shoqëroheshin nga një forcë ruse. Milutinović pretendoi që rebelët separatistë në Kosovë do ta përdornin NATO-n si mburoj dhe pasaj do të zhvillonin plane për pavarësi të plotë. You just quote Madam Albright, and that is her opinion. Our opinion is that if we have very good agreement accepted by all the people there, all national community, that will be very squeezed space for the separatist movement and the terrorists. So we don't need the troops, you know. They are asking 28,000, soldiers and the troops, you know, and in the same time, they like that we go out. So Ai tha që Serbia nuk I largon trupat e veta nga Kosova, me asnjë kusht. Don't need that to do. We are a sovereign country and we can do it ourselves. But that is not the issue. Or if that was the issue, maybe because of that shadow about troops, and nothing by the troops, we could not reach the agreement, because that is the thesis of the separatist movement, because they wanted to have the NATO there to protect themselves against, let's say, us, or to bring them independency. So that is a very, tricky game. Edhe kryesuesi I delegacionit serb, Ratko Marković, refuzoi ofertën, teksa u ankua se 20 orë para afatit të dytë për të deklaruar nëse pranohet propozimi, grupi I kontaktit paraqiti një dokument të ri me propozime të reja, të cilat sipas tij nuk ishin përfshirë në kornizën fillestare. Ja bih da vam pomenem samo jednu anomaliju u radu konferencije. Mi smo, na primjer, sinoć u 7 sati uveče dobili 3 vrlo važna poglavlja. Dakle, 20 sati pre isteka konferencije mi smo dobili 3 poglavlja koji čine taj sporazum o samoupravi na Kosovu I Metohiji. Përfaqësuesit e Serbisë dhe ata të Kosovës ishin takuar edhe një herë në Francë, në mars, por as atëherë nuk pati një pajtim të dyjave palëve për propozimin e grupit të kontaktit. Kosova e pranoi e Serbia e refuzoi. Përpasoj, ajo I u nënshtrua një fushate të sulmeve ajrore nga NATO që zgjati 78 ditë, kur Slobodan Milošević kapituloi më 9 qershor. 3 ditë më pas, Aleanca Veriatlantike futi në Kosovë trupat e veta. Shifra e tyre nuk u ndal në vetëm 28.000 siç ishte kërkuar në Rambuje, por hipi në 55.000.